Pas 2 viteve në staf me Institutin e Re, unë isha njohur me Lidën, kuptohet, ne me bashkëshorten time që jemi martuar tani, dhe ne kishim vendosur që në vitin 1999 ne do të martoheshim. Një ditë drejtuesi im vjen tek unë dhe më thotë: Ilir, kam një nevojë të bisedoj me ty diçka të rëndësishme. Kemi dëshirë të dërgojmë një shërbes, një skuadër në Shkodër, që të nisim një shërbes aty me studentët. Kemi një ekip shumë të mirë, a mund ta drejtosh ti ekipin, por kemi një kusht ose një kërkesë për ty. E dim që ti ke vendosur të martohesh këtë verë. A do ishte mundur ta konsiderosh që ta shtysh martesën për një vit? Unë me veten time si smëra bomba thash: si ka mundësi që një person t'i kërkoj dikujt të shtyj martesën? Unë kam 4 vjet që njoh Lidën, mezi po presin. Në mendjen time unë thash, është e sigurt që ky muhabet zbëhet, por po them që po lutem një herë për këtë punë. Po ja çojmë Zotit. Edhe nuk dija si t'i thoja Lidës. Shkova të flisja, ishin të fejuar, dhe tha: shiko, drejtuesi më tha, më bëri këtë ftesë që të konsideroj të shkojmë në Shkodër. Ajo tha: po shumë mirë, ne kemi qenë në Shkodër, ne kishim qenë në Shkodër për misione afat shkurtra, një javore, për të ndarë ungjillin, na kishte pëlqyer shumë. Ne kemi qenë në Shkodër shumë mirë. Përpara se të flisja me Lidën, unë kisha thënë Zotit: Zot, unë e di që Lida do thotë jo, në mënyrë absolute jo. Ne mezi u presim të martohemi. Nëse Lida thot po, unë ta marr si shenjë prej teje që unë ta konsideroj seriozisht që të shkoj në Shkodër. Lida thot: po nëse nuk shkon ti, a do të shkoj një ekip që t'u tregoj studentëve në atë vend, në atë qytet për Zotin? Unë thash jo, drejtuesi më tha që nëse unë nuk pranoj, nuk do të ketë një ekip atje këtë vit. Ajo tha: i bie që do të jetë një brez studentësh që do diplomohen këtë vit, dhe ndoshta ata do të kenë rast të dëgjojnë për Jezusin. I thash: e po? Tha: unë besoj që ti duhet të shkosh. Mua si smëra një bombë. Unë isha i sigurt që nuk do ishte e pamundur. Dhe unë i thash Lidës: a mund të lutemi ca ditë për këtë punë? U lutëm, por e dalluam me atë paqen që jep Zoti në zemër, që kjo ishte një sakrificë që duhet ta bëja. Ishte një sakrifica më e madhe që unë mendova që mund të bëja për Zotin, të shtyja martesën për një vit. Por vendosëm të shkojmë.